Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Momentin që unë urrej më shumë në jetën time, aq shumë e urrej momentin e të qëndruarit në ajër, saqë në të gjithë jetën time kam qëndruar vetëm një herë. Praktikisht. Kurse po Celentano se bëri kur, më duket. Më duket nuk ka. Po unë nuk jam aq i rëndësishëm sa ai, saqë më duhet një moment që të udhëtoja, megjithatë e kam frikë të madhe, bezdit të madhe udhëtimin me avion, edhe pse jam kështu në linja të tjera jam gangster, retrim, nuk bëhet fjalë, atë e vuaj shumë. Gjithsesi do të flasim për qëndrimin në ajër, do të flasim për transportin në ajër, edhe do të flasim me një profesioniste, e cila në fakt na ka nderuar me prezencën e saj sot në mëngjes, Antonela Gjeluci. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Një stuart djes. Nadia mirë. Nga ta kuptosh që është nga Tepelena. Ç'a bën Tepelen? Si shkon gjë? Mirë shkojnë krejtë në punë, breçave zotit. Po dën si e kam atje. Antonela, ti tani me sa na the ke një eksperiencë gjatë në këtë profesion, u bën 8 vjet apo jo? Po, para 8 vitesh kam filluar këtë Po si nisim? Çfarë si fillove? Pse? Po gjithmonë ka një indicie dhe mendoj që ne dëshirat i kena qysh fëmijë. Edhe unë kam pas dëshirë qysh fëmijë, mendoj deri që mulla mundësia merdi kështu mënyrë të papritun. Okej. A nuk e frikë ti je? Jo, nuk kam frikë. Fare? Më shumë kam frikë mendoj këto në trafik në Tiranë. Po këto turbulencat për shembull nuk të trëmin fare? A di si marr si një rrugë e keqe me zhavor. Ashtu i konsideroj. Edhe ne shqiptarët jemi mësuar me këto gjëra, që çoku është e vërteta. Po rruga e keqe me zhavor në tokë është maksimumi amortizatori prishur mo. Në qiell për shembull ka asnjë gjë nuk. Po kur janë shumë të forta për shembull kemi parë ca nëpër video që hidhen në kështu pasagerët. Po mirë, këto janë situata që mund të nollin aq rrallë edhe jo në Europë. Janë futurimet që ne bëjmë në Europë. A s'ndodhin? Ja. Nuk nollin në të lloj formati që kena thonë video. Nëse ndodhin për shembull kështu, ndodh gjë apo thjesht rëmbesh kaq? Ja, absolutisht. Unë bile kam shumë kënaqësi atë momentin kur janë turbulencat edhe Po shikon reagimet e njerëzve. Shikon. Ja, nuk është kënaqësi me patjetrin të vujta, më kupton, por nuk e di, është dhe vetëm 2 banjo janë, e ke parasysh? Janë 3. 3 janë 3. Po janë gjithë ato pasagjerë. Ja, nuk Këto ti bën këto udhëtimet europiane. Po. A është e vështirë për të ruajtur një jetë edhe jashtë asaj sepse ju jeni në nuk e di si e keni programuar kohën për jeni. Ke kohë sa dush. Okej. Nëse arrin me menaxhu kohën mirë, patjetër. Për shembull, dje kam kanë në gatishmëri, po gjithsesi nuk më kanë telefonu, kështu që kam shfrytzuar ta ditën për veti. Plus ke benefite sa të dush. Unë kam çdo 5 ditë kam 3 ditë pushim plus pushimet vjetore dhe bëhen plot ditë. Po në një ditë sa fluturime për shembull bën? Mund të bësh 2 deri në 4, që ne domethënë mund të jenë 2 destinacione, që quhen çdo destinacion quhet 2 rrugë. Se i takon vajtjardhje. Dhe mund të bësh herë 2, herë 4 varet. Okej, po për shembull në Europë ke kohë me dal jashtë? Ja. Nuk lejo. Ja, ideja është, qëllimi është që ti të bësh transportin në mënyrë sa më të shpejtë të pasagerëve, pra domethënë ti zbret në një destinacion dhe direkt mundosh me përgatit kabinën për të marrë pasagerët e tjerë për më u kthy prapë në bazën ku e ke filluar fluturimin. Ose në një destinacion tjetër, sepse mund të nisesh edhe nga mund ta bëjmë për shkak nisjen nga Shqipëria, nga Tirana. Dhe mund të shkojmë në një vend tjetër që mund të jetë Europë, Itali apo vende të tjera, dhe mund të vazhdosh edhe në një destinacion tjetër. Dhe kthehesh mandej pika fundit të jetë prap kthimin në Shqipëri. Është qartë. Antonela, a ndryshojnë udhëtarët, pasagerët shqiptar nga europianët, po themi që të marrim një referencë si më të mirë në europianët? Varet. Jo gjithmonë të huajt mund të merren si pasagerë më të mirë dhe shqiptarët jo, varet nga destinacioni, varet nga pasagerët. Kena shqiptarë jashtëzakonisht shumë të mirë, kena po ashtu edhe shqiptarë që kanë teka, kanë kapriço sa dush, po ashtu ka edhe të huaj që kanë kapriço, kështu që vetmja diferencë është që të huajt kanë më shumë njohuri dhe kanë fluturuar më shumë, kanë më zhvilluar me këtë pjesë. Po pse thu varet nga destinacioni? Apo varet varet. A është duke shkuar me pushime apo duke u kthyer? Është duke u kthyer. A është i stresuar apo nuk është i stresuar? Ka për shembull destinacione që ne mund t'i përcaktojmë si problematike. Si për shembull?
Cilat janë destinacionet? Londra, Barcelona, Madridi. Janë vërtet problematike. Janë i fje ma problematik pasagerët. Ore, Okay. bëjnë dhe të huajt atë që për shembull ne kemi shumë qejf kështu të rrim atje të bllokojmë atë korridorin. E ke Sa parasysh dush. të heqim xhupin ja 5 minuta, 3 minuta të vëmë çantën, pastaj Mos më kujtohet prekën pikat e dopta, të nxjerri lutem. çikat. Të cilat janë disa rregulla që t'ja themi, Po, pra. t'ja themi njerëzit. Të cilat janë ca rregulla që Thjesht ato nuk kuptojnë diçka. Në përgjithësi pasagerët kanë tendencën që çdo situatë që nol me ja tarifu kompanisë për shembull kujdo të kompani që fluturojnë me të, jo po pse u vonum, jo po pse po nol kjo. Por duhet kuptu diçka që ajo vonesë, nuk, domethënë jo gjithmonë, se s'po e hedhim në atë mënyrë idenë e fjalës, por nol edhe prej pasagerëve. Sepse ti sa më shumë kohë të rresh dhe të bllokosh korridorin, ato sekonda janë, kështu që një minutazhi është shumë i shkurt. Kështu që duhet ta respektojnë, duhet ulen, zajnë vendin, vendosin ato çantat poshtë sediljes që është një problematikë shumë e madhe, ti respektojnë ato rregulloret dhe një ndër gjanat që ata nuk bajnë kurrë në përgjithësi shqiptarët, është që nuk lexojnë politikat e asoj kompanii me të cilën fluturojnë. shqiptarët nuk lexojnë tërësi, domethënë, rritet që të lexojmë ato politikat. Po mirë, okay, cilat janë disa rregulla që ti e sheh që nuk zbatohen dhe që duhet të zbatohen dhe që prishin cilësinë e të gjithë udhëtarëve brenda avionit. rregulli i Qëndrimin në korridor the. Po, qëndrimi i parë, rregulli i parë është qëndrimi në korridor që nuk duhet në mënyrë absolute, nuk thot asnjë njeri për shembull që ti mos e hiq xhaketën, por Deri në zitovlla. hap rrugën, hap krahun, ulo tek sedilja jote, merr kohën, hiq xhaketën dhe mandej në momentin që marrni mbarkimi, çdo pasager i jepet e drejta, qoftë me vendos çantat edhe në kompartimentet e sipërme. Me qartë. Edhe pse nuk lejohet normalisht për aq kohë sa ka vende bosh ne mundohna minimun maksimum. Por gjoja e parë e pasagerëve është me kthy fjalën. Mos kthejnë fjalën. Mos kthejnë fjalën. Shikoj Hapse i vjen dyshim. Don po pse? Po, patjetër. Gjoja e parë është me të vënë dyshim, bile janë edhe disa situata, po më kujton një moment më i mend kur fillova aktualisht, kur rifillova prapse pata një shkputje në aviacion. Edhe kisha harru për një vit e pak kisha harru si janë pasagerë, si është më marrë me pasagerët. Edhe po i thosha zotni, të lutem, ku e ke biletën, do më tregosh? Më tha, kush je ti, më tha. Po ti tha ku e ke biletën. I thash. Po për tamam, e drejtë është. Një fatori. Po ti tha ku e ke biletën. I thash, unë s'kam biletë se punoj këtu. Por që ka situata sa të dush, edhe për të vënë dyshim, domethënë që ma tregon rregulloren ku e ke shkruar, edhe duhet kuptoj një gjë që ne si steward, nëse thojmë një rregullore, nuk kena asnjë lloj levërdijet për ti mashtruar ose për ti gënyer ata. Sepse në fundit është shumë e kollajt sot mjafton mi çu një email kompanisë për atë rregulloren që unë ja kam thënë, nëse nuk është e vërtetë edhe më tërhiqet veshin nëse do jetë. Cili ka qenë rasti më i vështirë joti, eksperjenca jote më e vështirë në këto 8 vite eksperiencë? Eksperiencat e vështira në kompaninë ku kam punuar më përpara, ka pas edhe eksperienca të sikletshme. Normalisht janë zgjill, janë monitoru, nuk është se ka pas diçka të mirë Thash mos kishte diçka, po qartë, vështirësi pune pastaj ka kuptuar, vështirësi punet sa të dush, po kam qenë me fat që nuk kam pas një diçka konkrete. Vështira janë, por më të vështirat mund të konsideroj rastet mjekësore. Po në këto raste mjekësore, çfarë ndodh? Rastet mjekësore të shpresu që mos nollin. Kjo është gjoja pika e parë që ne synojmë. A ka mjek në për këto udhëtimet transoqeanike, kam dëgjuar? Po, domethënë kompania punson një mjek, nuk e di domethënë se si e kanë rregulluar ato që mos them diçka që s'është. Jo, në parim po flasim si. Po, komunikojnë mandej nëpërmjet PA që e quajmë ne, flasin me mjekët në tokë dhe i udhëzojnë, për shembull i tregojnë shikjo se kena një lloj pasagerit me këto lloj kushtesh, me këto lloj parametrash dhe japin udhëzime çfarë më bë pavarësisht trajnimeve që ne bëjmë të vazhdueshme, por mendoj që edhe mjekët cilët ne na ofrohen në bord shpeshherë nuk e kanë të lehtë për me marrë vendim, sepse ti në momentin që nuk ke aparatura, si mund ta definosh që cila është problematika konkrete. Thjesht asistimi në momentet e para, ndihma Po ka ndodhur një për shkakun që duhet të ulet avioni për shkak të një emergjenci? No, patjetër. Ndodh. Por ne faktikisht synojmë që në momentin kur hyn pasagerët në bord, kam bërë një video bile për këtë pjesën, pavarësisht se në vjen me qesh që pse njerëzit nuk i lexojnë ndoshta ata që ne shkruajmë realisht, po i marrin edhe i lexojnë si mas qefit.
Por ideja është në momentin që pasagerët hyjnë në bord, ne I kontrollojmë mundësisht me sy aq sa kena mundësie, se mund të ketë edhe diçka që ai ndoshta edhe nuk e transmeton në mënyrë direkte, për të pa që a janë të shnejtshëm, mjaftueshëm për të fluturuar dhe shpeshherë ka pasagerë që mund të jenë në gjendje të fiktit edhe I shprehim që më mirë na lë fluturimin këtu, se sa të bësh keqti edhe të na shkaktosh edhe ne probleme. Keni pas rasti që keni kthyer njerëz që Patjetër, ke gjykuar për shembull që nuk është gati për Po. një udhëtim shumë mirë keni bërë. Patjetër. Në avion, do të thënë njerëzit atje ku dëgjon, flen, hajn, pin, zihen. Kush është një Mos ma përmend të fundit. Kush është një situatë? Edhe zien, ë? Kush Ka është një cilë situatë? njerë grushti? Mund Edhe edhe no, grusht. po. Edhe no. Bela, madhe me ne. Edhe no. Kush është situata më e çuditshme që ti ke parë? Po, çuditshme nuk e di. Domethënë që ti E çuditshme. E di si nga që kalojnë gjona ata të shpejt edhe nganjëherë I asimilon truni dhe I bën si gjona normale. Por janë këta zënkat që kanë me njëri tjetrin, jo mzune Vend. karrigen, jo po pse ulet ti, jo po është vendi jem, jo po ishte bosh, Po mirë, më fal, pse është kaq e vështirë kur ti e ke të shënuar tek biletat? po se Jo, po ideja është që supozojmë, marrim shembull për shembull, në që ato vendet mund të qëndrojnë të lira sepse Po. nuk Po, janë qartë. paraqit pasager, por problemi është se pasagjeri I merr si personale. Po tjetër po. Janë të mijat edhe këto tjera që janë bosh, por nuk është ashtu. Ato duhet kuptojnë që se dilja që ata kanë paguar është ajo, Është ajo vetëm ku ajo janë ku tulur. janë që kanë biletën. Po krijohet një konflikt, korose që krijon konflikte goxha të mëdha dhe më duken pak Po, të pak ndalohet absurde. fluturimi pastaj më duket, sipas rregullores. Tash ne si stuart unë pakten kam mjaftueshëm eksperiencë për marrit edhe me zgjill që mos më kriju këto lloj problematikash, sepse për mua primare është pjesa e fluturimit, absolutisht edhe qetësia në bord, në mënyrë absolute. Dhe kena taktikat e teknikat tona. Ja, se është e vërtetë. A mund të shpjegosh pse pilotët flasin në të njëjtën mënyrë si shkruajnë mjekët? Do të Ja. është qëllimi që mos kuptojnë. Jemi të Nuk është e vërtetë. Unë s'kuptoj gjë, po që them për sa kohë për sa kohë është Ja, gjallë, ke- domethënë jemi mirë. Ke sot të dush anunçime të bukura realisht, Ka. shumë kapiten që bojnë anunçime fantastike. Ç'a thua? Po Kush janë? Janë italianët duhet të jenë. Virgil Pule. Jo, s'është të thënën. Edhe Nuk ka shqiptar. lidhje komësia. Si quhet Kena një dhe kapiten shqiptar, aktualisht. Si quhet anonçimi I bukur, domethënë është I artikuluar në këtë I sens? artikulum, fjalë të zgjelluna, shpjegon me detaje destinacionin, ku do shkojmë, si është temperatura, por I shpjegon në mënyrë Leri aq të fjalët po kap timonin. Lirë në shtrëngohu. Ata janë dy persona, nëse s'gaboj. Patjetër, Po, lodh është ka pilot, kapiteni dhe first officer, si më thonë, oficeri I Në parë. rast se ndodh diçka për shkakun, Ai është direkt, e kap. Po personi nëse I që- ndodh, ja këto mendime s'më lënë rehat. Nëse I ndodh dy ditë, Gjella pse më në më të Atëherë jena ne. Atëherë jena ne. si jeni Se ju? mund futet një Po, ne stewardess? kena, nëse null, që Po? quhet dual pilot incapacitation, Po? se null kjo gjoje, që mos null. Larg qoftë. Dhe kjo është edhe arsyeja që ne, domethënë, Ju jeni trajnuar. po patjetër, ne japim ushqime Çfarë thua? pilotave të ndryshme, Po? në mënyrë që mos nullin pakten helmime. Dhe kjo është një Po. ndër arsyet pse edhe pilotave jepet ushqimi Pse të masës të I japin? ndryshme. Edhe nëse null që larg qoftë dhe s'ka null, Po, po. s'ka null Edhe mos deri më null? sot. Por që E kap timonin, ë? kalojmë ne, domethënë flasim direkt me kullën e kontrollit, kena disa lloj kodesh që duhet me kalu radion në frekuencat e duhura dhe normalisht kena edhe një lloj manualit që na bë trajnim Po. se ç'a duhet me bë dhe mandej me komandat që do na japin ata do ta zbresim avionin deri këtu. Patjetër. Futi Nuk dytin. është bë deri më sot kjo gjë dhe shpresojmë që por që domethënë Jo, Ideja është- uroj mos t'i duhet askujt. Jo, urojmë edhe ne Po që mos ideja ndodhen thuhet Ore, që po- njerëzit edhe sikur. Po, e sigurt. Pastaj Edhe sikur ti ndodhi gjë të parës, stewardess Po, është e janë- dyta, është e treta, pastaj kemi sa stewardesa janë në apo varet nga lloji I nga- avionit. Po. Fillojnë nga kat, e di që ka raste edhe 3, po janë aviona shumë të vegjël. Po. Ne në llojet e avionave që fluturojmë 4 dhe 5. 5. Ore, sa Mund të jenë edhe 6, varet nëse sa po metra trajnim edhe lartësi gjë. jeni zakonisht? Sa metra, unë po ta jep me fit, 38.000, fit, 38.000 pjesim 39.000. për 3. I takon dikun të 11 km diçka e tillë. Diçka e tillë, 11, 12 kilometra, 10 kilometra. Asi
këshillon Shumë lart, ore, unë nuk e kuptoj pse fluturojnë, po fluturo më afër tokës, do të një. Se marrë vesh duhet ngjitesh aq. Është më shku me parashut se mandej që me po. A mund të ketë drejtën një për shembull unë që se këto janë merazhet njeriu që si ka qef ore. Kemi parashut personale. E thojnë shpeshherë, është bë dhe me kjo pjesa. Keni parashut? Po. pasta shut. Pse s'mani parashuta? Më fal, për ku me përdor si. Ta përdor. Po një moment hape se. Ore, shikon që janë avioni është duke hermetike. rënë. Kupton? Nuk kesh drejtën nëse je licencuar, po themi ke licencën e parashutizmit, për shembull, më thuash, shiko. Po si do i dhe. Paçi fat. Në gja, a di si ai gjë? Ti do lesh atje, mund të ketë lloj-lloj, se mos Jo, ti jo. mendoj. Po nuk po mendoj Vetëm fare mendoj për këtë askënd valla. Fare, do hidhesha direkt. Mendon vetëm këtë gjën. Po 230 pasagjerë ose më shumë, të hapin ton parashutët, po vetëm me parashutën e parë kanë ikë ton pasagjerët. Është të hapin parashutën e parë, njerëzit kanë tendencën. Jo, nëse je licencuar, nëse ke një licencë, bape nuk, vesh atë. Me ne vlla nuk funksionon. Nuk parashikohet, Do gjë. dalësh, do hapësh atë A kanë ndryshuar, janë përmirësuar shqiptarët në sjelljen e tyre? Apo Drejt ka akoma? përmirësimit, Drejt, ka shpresë. akoma s'kemi përmirësuar. Anton- Ka Donela, shpresë. A duar trokasin dhe të huajt kur ulet avioni? Duar të huajt e bëjnë më shpesh këtë. Duar trokasin më shumë? Po. Po mendova se ishte shqiptar, komplet. E pra unë mendova kështu që o zot shqyqyre, ke parasysh e bau. Po jo, nuk null vetëm për pjesën që janë të friksuar. Njerëzit e kanë gjithmonë këtë mendimin që duar trokasin kur ulet avioni nga një turbulencë fortë dhe mund të ketë shkufëtimi. Bravo Jo. qoftë. Jo, E, në për filmin. momente për shembull ka shumë të huaj të ri ose edhe shqiptar kur shkojnë me pushime, janë të Antonella nga Afrika e kanë. Jo, Më beso nga Afrika e kanë. beso që jo. them që Pse- është frikë. Beso Se kur që parkon jo. autobusin ai nuk duhet Këtë doja troket. toja pra, zbret e bryli me unazën, pse nuk do të troket njëri. Po mirë, shqiptarët pak edhe stimulohen nga të huajt, kështu Okej, që po. Kanë parë shqiptarët huaj. patjetër. Po normalisht nuk e kemi Si shpik ta me hapë, avionin, po, se si edhe ta pse harroj, fjala marrësh faqja. avion është shqip, ti e di atë. Po, patjetër, avion shqip është më. Ioni. Avion. Ka qenë Arvion në Ka rënë në re. ajër, be, Aerion, aerion i vioni. Po. Çfarë do t'i këshilloje njerëzit të cilët kanë frikë fluturimit? Çfarë duhet të E bëjë? shiko nga unë. Po. Më ke përpara. Po, ta Kam bëjmë. challenge. Po, po. Kështu që o të bëjmë me fluturu s'ka. Jo, do më thuash kur i keni këto që të paktën të kemi njerit besueshëm se kur vajta, imagjino mos Stamboll vajta. Ja. Deri në Stamboll vajta, ishte Isha shumë atule ma vërska fisti. jo, do të ulesh afër stewardess. Atule ma vër shoferi. E bukur ishte që do të thënë deri në mes të rrugës isha kështu në siklet, nuk ishte ndodhur një gjë e madhe, po që isha në siklet. Po asgjë s'ka, Jo, jo në asgjë, gjallë di. molle po asgjë. Edhe jo, s'më ndodhi mua, mo, nuk është se aty s'ka asgjë, po është perceptim. Edhe kur thaj që po nisim uljen, kupton, ishte vetëm gjysore. Nuk arrija do ta perceptoja. Si të vesh deri në Stamboll, gjysore në ajër kemi, kupton? Kur thaj uljen, që zakonisht uljet janë më të rrezikshme se nëse se e vetmja gjë që të kërcënon në një avion ulja është. që- Edhe pjesa Edhe- ngritjes edhe ngritja, po. zbritja. Unë tek ulja isha, arritëm thash unë jemi të qetë tani, kupton? Hapu i thash të rinë në dritare, pash dhe atë, u qetësova. Do t'i kisha parë frikë në kthim. Thash se e kalova, po prap kishim dhe turbulenca në kthim, jo kishte mjegull, aventurë e madhe. Doli mjegull këtej, pastaj sulej dot, bëri një 2 rrotullime, i thash pse kur vajtëm ishte 1 orë 10 Po. dhe tani kemi 1 orë 17 minuta. Po i ka ra nga Kaza Italia. Sa shte thonën, asnjëherë në përgjithësi kanë tendencën. Po çka ka për me trafika, çka ka ndodhur? Po asnjëherë varet nga era, për shembull, nëse ke erën përballë ke pak më të vështirë, kështu që zgjatet pak. Antonella më koha bind fluturimit. pse duhet fluturoj E pa çfarë duhet bëj një frikë. person që ka Okej. frikë? Një person që ka frikë duhet të ketë parasysh në fillim që ka persona aq të trajnuar dhe të mirë trajnuar për ta komanduar atë avionin jo në situatë turbulence, po edhe në situatat më të rrezikshme. Imagjino, domethënë, ato janë të trajnuar për me fluturuar me avion me 2 motorat fikun. Me dy Jo, motor- me jo, 2 këto gjë mos i motorat thuaj, mezun keqe. për bukuri, jo them në Janë ekstremitet. trajnuar, Kuptoj, po. kuptoj. Unë them janë Për të të trajnuar fluturuar, për për pak të kohë. fluturuar, domethënë në ato lloj kushtesh ekstreme. Turbulencat i kanë, si e thojmë ne shqiptarët, si bukë djath. E qartë. Kështu që është diçka krejt Është nuk ka krejt normal, Ore, janë shif statistikat më. Çfarë? Jo, po nuk s'ka kam një- frikë nga absolut. rënia. ore. Unë nuk kam frikë se do bijem. A thjesht është çështje Nuk eksperiencë. kam frikë nga frika. Ah, ke frikë. Thjesht Do më bind- të dalë të futem 35 vjeç në avion, dal 44 thuhet. Dal si ai shoku jon. bën në vetin që nuk ka si gjatë keqe.
Unë e bind. Mundoju të bësh muhabet me stewardesat prap, se nuk është gjë e keqe. Jam buri martuar, Mos nuk e- mund ta bëj. Mos e nuk do të fluturoj sa këtë Jas po take frikën. Më ndihmoj në ajër, po fare në tokë. Okej. Nuk ka si gjatë keqe, kështu që Okej, duhet s'ka ta rrezik. heqim. Është mjeti më i sigurt në fakt kur e Absolutisht. patjetër. mjeti më i sigurt. Po. Pas trenit. Mos e treni. Jo, vërtet? Pse po Po, s'ka në fakt treni. s'ka. Treni, Po, kur ka- dhe kur ka aksident nuk i ndodh gjë trenit, i ndodh atij që ka dalë para trenit. Po, e vërtet është dhe kjo. Okej, nuk e di nëse ka diçka që duhet ta shtoj Antonela, jemi drejt fundit. Thjesht vinë të buzëqeshun, të shijojnë udhtimin edhe mos kenë frikë. E me goca si Antonela, sigurisht që udhtimi bëhet më i thjeshtë. Falenderojmë shumë për kohën falenderoj, tënde, edhe të urojmë Merci. shumë suksese në profesionin tënd. Uroj që edhe ne shqiptarët fillojmë të përmirësohemi.